Tirana mirëpret me 13-14 tetor forumin e investimeve Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor. Kryeministri Edi Rama u shpreh se kjo është një ngjarje historike që bashkon vendet e Ballkanit Perëndimor, vendimarrësit e Bashkimit Evropian dhe investitorët nga e gjithë bota. Rama e cilësoi këtë forum si një tjetër hap i rëndësishëm për forcimin e bashkëpunimit dhe zhvillimit ekonomik në rajon. Forumi synon të forcojë bashkëpunimin ekonomik dhe mundësitë e investimit midis vendeve të Ballkanit Perëndimor si Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. I mbështetur nga Komisioni Evropian, ky forum është pjesë e strategjisë më të gjerë të Bashkimit Evropian për të promovuar integrimin rajonal dhe konvergjencën sociale ekonomike, duke nxitur zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në të gjithë rajonin. Bashkimi Evropian dhe 6 vendet e Ballkanit Perëndimor ndodhen në një moment kyç në udhëtimin e tyre të përbashkët ekonomik dhe politik, ndërsa Bashkimi Evropian kërkon të rigjallërojë dinamizmin e saj ekonomik dhe siguroj konkurrueshmërinë e saj globale. Ballkani Perëndimor shfaqet si një kufi i ri premtues për investime. Ky forum investime shërben si një platformë strategjike për të forcuar bashkëpunimin ekonomik, për të tërhequr investime të huaja direkte dhe për të përshpejtuar integrimin e ekonomive të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në tregun e vetëm evropian, duke përfituar si vendet e Ballkanit Perëndimor, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe kompanitë evropiane, duke nxitur dialogun midis investitorëve, politik bërësve dhe udhëheqësve të biznesit. Ky forum në Tiranë do të nxjerrë në pas se si mundësitë kryesore të investimit mund të katalizojnë rritjen e të thellojnë integrimin e tregut dhe sigurojnë të ardhmen e Europës si një blok konkurrues, elastik dhe i bashkuar. Ai gjithashtu do të adresojë sfidat kritike siç janë barrierat rregullatore, kufizimet e financimit dhe pasiguri gjeopolitike që mund të ndikojnë në zhvillimin ekonomik rajonal.